Unë gjithmonë jam i gatshëm për takime, për konsultime konstruktive, për bashkëpunim në mirëbesim dhe gjithashtu për konsenzus e kompromis. Kam ofruar 2 kompromise. I pari është ai që t'i delegojnë përfaqësuesit partitë politike dhe me atë rast, nëse nuk e duan votimin e fshehtë, ta rrëzojmë atë komision me vot, sepse pa vot nuk rrëzohet. Me bojkot nuk shkohet përpara, dhe pasi që të rrëzohet ai komision, mund të kthehemi tek vota e hapur, me që rast le të kemi marrëveshje politike natyrisht që kryetari dhe 5 nënkryetarët me marrëveshje paket të votohen një nga një, po me marrëveshje paraprake. Ose kompromisi tjetër është ofruar një anshëm nga kandidatja jon Albulena Haxhiu, e cila, siç e dini, ka deklaruar të premten që nëse nuk votohet me votim të fshehtë, nuk do të ketë nevojë të votohet 2 herë për të. Ajo tërhiqet. Le të aprovojmë votimin e fshehtë, o fiton Albulena, o ne e sjellim një emër tjetër. PDK plus LDK nuk bojnë sa vetëvendosja. Kjo është fakt i jetës, fakt demokratik me të cilën duhet të pajtohen. Dhe ne kërkojmë dorëzimin e kryekriminalit e kryeterroristit Milan Radojqić me 44 paramilitarë të tjerë, të cilët morën pjesë në sulmin terrorist e kriminal të shtatorit të vitit 2023. Tash të njëjtit janë edhe më afër se mbrojtja e afërt e presidentit të Serbisë. Kjo tregon që kemi pasur të drejtë kur kemi thënë që ky grup kriminal e terrorist është i dirigjuar, financuar nga Beogradi dhe nuk është një grup huliganësh. Janë njerëz të cilët janë ushtruar në Serbi, i marrin urdhrat prej andej dhe kanë bërë agresion në Kosovë. Prandaj ata duhet i dorëzohen Kosovës. Kjo flet që ne kemi pasur gjithçka të drejtë dhe tregon gjithçka për vetë regjimin e Beogradit, i cili në njërin anë vepron kësaj për shkak se i mohon krimit e kryera gjatë luftës në Kosovë, e në anën tjetër vetëm sa e rrit bashkëpunimin me Kremlinin, me presidentin despotik Putin.